Si të eliminoni gazrat dhe fryrjen e barkut? Ja sekreti. Ananasi përmban një enzim e cila quhet bromelain dhe ndihmon në tretjen e ushqimit dhe lufton koagulimin e gjakut. Bromelaina ndihmon në rregullimin e përgjigjeve imune gjithashtu. Panxari është i pasur me antioksidant që ndihmojnë në riparimin e qelizave të dëmtuara nga inflamacioni. Panxari ka veti të fuqishme anti-inflamatore. Peshku është i pasur me acide yndyrore të shëndetshme të cilat janë të njohura për luftimin e inflamacionit. Ulumtimet kanë treguar se acidet yndyrore omega-3 luajnë një rol të rëndësishëm në uljen e rrezikut për të prekur nga sëmundjet kronike. Perime me gjete jeshile janë të pasura me vitamina dhe minerale. Ato luftojnë inflamacionin, luftojnë fryrjen e stomakut dhe lehtësojnë gazrat.